Shikues Star News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Reshje të dëndura dëbore priten në rajonin e Baltikut dhe pjesën e Europës lindore, ndërsa gadishulli iberik dhe skaj jug lindore i Europës do të përballen me reshje intensive shiu dhe stuhi të forta ere. Ndërkohë pjesa e Ballkanit do të ketë reshje të pakta shiu e dëbore. Gadishulli Apenin dhe pjesa e Europës perëndimore paraqiten të kthjellta dhe me temperatura shumë të ftohta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, vendi dominohet nga vranësira me reshje të pakta kryesisht në ultësirën perëndimore dhe dëbor në zonat malore lindore. Paqëndrueshmëria vijon deri në mëngjesin e së njëjtës. Temperatura do të luhaten nga -3 deri në 11 gradë Celsius. Era fry nga veri lindja me një shpejtësi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet dëtare 2 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit e Europës për ditën e nesërme. Ballkani do të mbetet me vranësira dhe reshje shiu e dëbore her pas here edhe stuhi ere. Ishujt britanik dhe Europa jug perëndimore përkeqësohen me reshje intensive, ndërkohë Balltiku dhe pjesa e Europës qendrore do të kenë mot të kthjellët dhe temperatura të ulta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, vijojnë vranësirat e shpeshta më të dëndura këto në veri të vendit dhe në veri perëndim, ndërsa me reshje shiu edhe në zonat e thella malore. Pasditja sjell rebeshje afat shkurtra shiu dhe dëbor në lindje të territorit shqiptar. Temperatura do të luhaten nga -2 deri në 14 gradë Celsius. Era fry nga lindja mbi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet dëtare 2 ball. Shëmbeni temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.